Pse jo? Një pjesë të shkurtër. Ka u dita në not, jam bo si mar, tu jetu për ty e mu. Shumë e bukur, zë të mahniqëm, dhe me thëmë që ashtu melankolik, shumë zë të bukur, komplimente të shumta, të të pyes të qëndrojmë edhe shumë shkurt edhe të kënga magjike edhe të kjo këngë, cili do t'ishte mbase një mesazh që do doje publiku ta marrë pikërisht prej kësaj këngës. Ne e përmendëm pak më herët që është një këngë që përçon ndjesi të shumta mbase, por ti çfarë do doje publiku të marrë, sidomos publiku i ri, të rinjt, prej kësaj këngë si mesazh? Si një mesazh, tash kënga flet për një histori dashurie, kështu që secili prej që duhet jetojmë edhe për tjetrin edhe për veten, apo Po, a mund t'jetë ky mesazhi? Pse jo? Okej, shumë e bukur. Cili ka qenë komenti më i mirë ose që e mban mend që të ka lënë më shumë përshtypje prej momentit që e ke nxjerr këngën, që je shfaqur në kënga magjike? Ndonjë moment që të ka lënë shumë përshtypje në një koment? Po, ka pas shumë komente faktikisht, po një ndër që më ka bërë përshtypje ka qenë më shumë emocion ke duru kur e ke këndu live, sa tash në YouTube që për dëgjoj.